Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur në Kolumbi ku një 44 vjeçar shqiptar i identifikuar si Artur Tuci, sipas dokumenteve ekuadoriane, nga fshati Raboshti i Lezhës dhe i njohur me Nov Kënqoti, është ekzekutuar në mes të ditës. Viktima që posedonte dokumente ekuadoriane u qellua për vdekje pranë qendrës tregtare Santa Fe, në zonën e njohur El Poblado. Autoritetet kolumbiane kanë bërë me dije se pas atentatit qëndron një vrasës me pagesë me shtetësi venezueliane, i cili tashmë është arrestuar. Sipas dëshmive të para në vend ngjarje, atentatori që udhtonte me motor fillimisht ju ofrua Tushit e pyeti për emrin dhe pasi e konfirmoi identitetin e tij, e qelluan për vdekje. Ata kërkuan vetëm emrin, e morën konfirmimin dhe më pas e ekzekutuan, ka rrëfyer një dëshmitar për mediat vendase. Nga breshëria e plumbave mbeti e plagosur edhe një grua 77 vjeçare, ndërsa ende nuk dihet nëse ajo ishte në shoqërinë e viktimës apo thjesht një kalimtare e rastit. Pista kryesore sipas policisë kolumbiane është ajo e larjeve të hesapeve mes bandave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.